Deputetët e Partisë Demokratike bojkotuan për të tretën herë radhëzi seancën plenare të Kuvendit, duke i qëndruar kushtit se do të rikthehen vetëm nëse diskutohen kërkesat e protestuesve që vijojnë të mblidhen para kryeministrisë në bulevard. Ka disa kërkesa për procedurë. Deputetët e Lëvizjes Bashk dhe e Partisë Mundësia, Redi Muçi dhe Erald Kapri, e shfrytzuan seancën për të ngritur akuza ndaj mazhorancës socialiste. Ata kritikuan kryeministrin për atë që e cilësuan heshtje përballë deklaratave të ministres serbe për spastrimin etnik të Kosovës. Si ka mundësi që nuk thot një çerek llafi, dhe ashtu dhe si Edi Rama, edhe Enver Hoxha heshte për Kosovën, pavarësisht se çfarë ndodhte atje. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla u përgjigj duke rikujtuar se reagimi i Shqipërisë ishte i menjëhershëm dhe i koordinuar me aleatët ndërkombëtar. Reagimi i qeverisë shqiptare ka qenë në kohë adekuat nga Ministria e Jashtme. Ai akuzoi opozitën se po përdor një çështje kombëtare për debat politik, duke theksuar se deklarata të tilla nuk mund të trajtohen me karagjozllëk. Kto janë çështje që nuk adresohen me karagjozllëk diletantësh politik. Është turp që të vish dhe të bësh politik. Sa i përket Edi Ramës, ti dhe ata shokët e tuaj duhet lani gojën mirë. Me akuzat të forta dhe tone të larta, u shoqërua dhe përgjigjja e Ballës ndaj deklaratave të Kaprit se PS-ja ka votuar në Strasburg amendamentet e propozuara nga Fredi Beleri. Me Fredi Belerin në Strasburg edhe akuzojnë të rinj shqiptar. Një gënjeshtar profesionist ke marrë për modelin më të keq, ndërsa po zbardhe gjithë skema e pastrimit parave të Agron Shehaj, ja kanë bërë gati të gjithë dosjen Gones. Duke shfaqur fotografinë e një aktori turk të njohur për publikun shqiptar për rolin e Osmanit, Erald Kapri ngriti akuzën ndaj qeverisë për projekt ligjin që lidhet me shitjen e tokës bujqësore. Mos guxoni ta sillni atë projekt ligj në parlament, sepse parlamenti më pas do rrethohet nga 10 mira pronarë shqiptarë që nuk do e falin më Edi Ramën. Balla u kundërpërgjigj duke thënë se ligji është kërkesë e Bashkimit Evropian, ndërsa akuzoi drejtuesin e Partisë Mundësia se është i përfshirë në grabitje tokash në Vlorë. Ndër personat më të përfshirë në hajdutrin dhe në masakrat e pronave në Vlorë. Në mes të debatit, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste deklaroi se Sali Berisha ka firmosur masterplanin për zhvillimin e Zvërnecit, duke pretenduar se disponon dokumentin përkatës. Po pres të vi Saliu se kam një dokument aty orti, që këtë Saliun do ta qeshi gjithë Shqipëria jo për 30 vjet, po për 60 vjet të ardhshme. Kam një dokument aty që Saliu ka firmosur me firmën e vet zhvillimin e gjithë zonës Zvërnecit. Bojkoti i deputetëve të Partisë Demokratike dhe aleatëve çoi në dështimin e interpelancës që Jorida Tabaku kishte kërkuar me ministrin e Financave.